Realisht, Bashkia Malësisë Madhe organizon këtë festë të përvitshme, që quhet Festa e Liçenit. Kjo vetëm jep atraksion turistik për vendasit, për Shkodrën tonë, por edhe për të huajt. Në guidën tonë kishim edhe 4 persona të huaj që vinë dhe eksplorojnë vendin tonë në këto pika kyçe turistike të shkurtra, ekonomike, por edhe të këndshme që mbartin në vetvete një kujtim shumë të bukur edhe për ne si vendas, por edhe për të huajt që të ikin në vendet e tyre me kujtime dhe me mbresa që normalisht Shqipëria turistike t'i ofron. Lidhe edhe diçka, sa sfidë janë për agjensitë reklamimi i disa pikave turistike që ende nuk janë shumë të zbuluara, pra për t'i bërë ato të qasshme për gjithë ata që duan të frekuentojnë pikat të tilla. Realisht promovimi po jep me rrjetet sociale, me gjithë këto zhvillimet si Instagramit, si TikTokut, jep atë impaktin e vet, por ne përpiqemi të bëjmë më të mirën që të ofrojmë sa më shumë klienta dhe turista ta vizitojnë Shqipërinë tonë të bukur, pse jo mos marrin edhe kënaqësinë e udhëtimeve që ne ofrojmë si agjenci turistike. Cila është guida më e frekuentuar vendase aktualisht? Janë në sezonet verore, normalisht janë guidat malore. Kemi fatin e mirë, kemi Thetin, kemi fatin e mirë, kemi Valbonën, një pikë turistike, një atrakcion turistik që shijohet edhe liçeni i Komanit me traget. Kemi fatin e mirë, kemi Razmën, Bogën, janë Tamara, Vermoshi, janë pika që ne me fat që i kemi, i promovojmë dhe i zhvillojmë dhe çojmë turista. Dhe më e bukura e të gjithave është që çdo destinacion si Tamara, Vermoshi, ishim në Bogë, krijojnë ato festat e tyre pagane që ne normalisht jemi gjithmonë në mbështetje të këtyre festave dhe çojmë dhe zhvillojmë absolutisht turizmin në këto zona, duke pas parasysh se janë edhe guida brenda vendit, janë edhe guida ekonomike, por janë edhe guida të shkurtra që çdo xhep i shqiptarit dhe i shkodranit e mundson për me pas një ditë ndryshe në këto pika dhe atraksione turistike. Edhe diçka e fundit, cilat grup mosha udhtojnë më shumë në këtë guida? Realisht mosha 3 është më e lirë që e frekuenton, po kemi këto ekskursionet e shkollave që zakonisht bëhen në fund të vitit shkollor, tash do vinë edhe shtatori që do fillojnë edhe ekskursionet e fillim vitit shkollor. Janë gjitha grup moshat, po më tepër janë mosha 3, pensionistat që mundohen, sidomos to udhëtimet e vogla dhe të shkurtra, t'i shfrytëzojnë dhe t'i shijojnë normalisht.